Nga miq, shok, bashkës dhe emra të njohur të mundjes së shqiptare ndër vite të ekipit të Dinamos dhe të Kukësit, si dhe nga familjarët, u përcollën në banesën e fundit në Tiranë Hasan Purova, një prej mundësve më të shquar të vendit dhe i ekipit Dinamo, i ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare. Hasan Purova lindi në Kukës në pakisht me 30 qershor 1944. Hapat e parë në sport i ndërmori në disiplinën e boksit, ku në vitin 1962 u shpall kampion kombëtar. Pas mbylljes së aktivitetit të boksit në vitin 1964, Purova ju bashkua ekipit të mundjes së Dinamos, që në paraqitjen e tij të parë në takimin kombëtar të mundjes së klasike për të rritur, ai arriti vendin e parë, një rezultat që do ta shoqëronte për shumë vite në të dyja disiplinat, mundjen klasike dhe atë të lirë. Nga viti 1964 deri në vitin 1970, Hasan Purova u shpall kampion kombëtar dhe fitues i Kupës së Republikës pa ndërprerje. Në vim deri në vitin 1982 ai vazhdoi të ishte gjithnjë mes më të mirëve, duke kontribuar në sukseset e ekipit të mundjes së Dinamos dhe duke fituar 12 tituj kampioni kombëtar. Ndër arritjet e tij më të spikatura është edhe medalja e artë në Spartakiadën e dytë kombëtare në vitin 1969 në peshën 73 kg në mundjen klasike. Për kontributin dhe nivelin e tij të lartë sportiv, në vitin 1970 Hasan Purova mori titullin mjeshtër i sportit dhe u nderua me titullin Nderi i mundjes shqiptare. Pas mbylljes së karrierës si sportist nga viti 1983, ai u angazhua si trajner i ekipit të mundjes së lirë të Dinamos, ndërsa në vitet 1990-1992 mbajti detyrën e trajnerit të ekipit kombëtar, duke formuar një brez të ri sportistësh dhe duke lënë gjurmë të qëndrueshme në mundjen shqiptare. Në emër të shoqatës kombëtare të mundjes së shqiptare, mundësve të Kukësit, si edhe të presidentit të Kukës së televizion, ish kampionit të mundjes, Lutfi Meçka, shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes së kampionit të madh Hasan Purova. Emri i tij mbetet i gdhendur në historinë e sportit shqiptar si një figurë që i fali mundjes pasion, përkushtim dhe fitore të paharruara, është shprehur Xhelil Cibaku, sekretari i shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare. Hasan Purova ka qenë ndërmjetësi më të fortë të vendit në vite, profesionist i drejtë i mundjes tradicionale popullore. Pastaj në vitin 1970 u shpall mjeshtër sporti dhe më pas është nderuar me titullin Nderi i mundjes shqiptare. Nga viti 83 dhe në vijim ka qenë trajner i ekipit mundjes së lirë Dinamo deri në vitin 92 dhe në vitet 90-92 ka qenë trajner i ekipit kombëtar. Në emër të shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare, i shpreh familjes ngushëllimet tona për kampionin e madh Hasan Purova. Ju ftoj të marrë një minutë.